Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Në libri Hadi al-Arwah ila Biladi al-Afrah, apo Wasful Janna, përshkrimi i xhennetit, vazhdojmë të jemi me temën e trajtimit të begatisë më të madhe, shpërblimit më të madh, bukurisë më të madhe që do të përjetojnë dhe do të shohin banorët e xhenetit dhe që është shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar, pra që do të shohin fytyrën e nderuar të krijuesit të gjithësisë. Dhe sjell autori plot argumenta të sakta nga Kur'ani, nga Suneti i Profetit alayhi salatu wassalam që e vërtetojnë diçka të tillë. Dhe qëllimisht autori zgjerohet me përmendjen e argumentave të shumta për të çështje, për faktin se ka disa grupe të devijuara, sekte të humbura, të cilat e mohojnë këtë gjë. Dhe si rrjedhoi ata nuk do ta shohin Zotin e tyre, sepse e mohuan në dynja. Dhe Allahu do t'i ndalojë ata të shohin fytyrën e tij të nderuar. Dhe nga argumentet e radhës, argumentet e sakta, është hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu në dy sahihet të Buhariu dhe Muslimi, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu do t'i mbledhë njerëzit të gjithë bashkë në një vend në ditën e gjykimit. Dhe ata do të jenë të rënduar, të shqetësuar, pra nga ajo gjendje, nga ajo pritje e fillimit të gjykimit. Dhe në një version tjetër do të frymëzohen për të thënë, pra duke qenë atë gjendje të rënduar, Allah do t'i inspiroj, do t'i frymëzoj që të thonë këtë fjalë: sikur të kërkonim ndërmjetësim tek Zoti ynë që të na çlirojë nga kjo gjendje që jemi. Pra, sikur i thon njëri tjetrit, sikur të kërkojmë ndërmjetësim tek Zoti ynë që të na çlirojë nga kjo gjendje e rëndë, e vështirë, e gjatë, në të cilën jemi. Pse? Që të ndryshojë situata, të ndryshojë gjendja jonë. Dhe do të shkojnë tek Ademi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe do t'i thonë: ti e Ademi, babai i krijesave, Allahu të krijoi me dorën e tij, fryu në ty nga shpirti i tij, kuptimi nga shpirti i tij, pra shpirti i krijuar nga ai, dhe urdhëroi me lajket që të bien në sejdë për ty. Urdhëroi engjëjt me lajket që të bien në sejdë për ty. Në sejdë për ty, në formë nderimi, ose sejdë u bë për Allahun. Sejdë u bë për Allahun dhe formë nderimi, respekti për Ademin alayhi salam. Prandaj ndërmjetëso për ne tek Zoti ynë që të na çliroj, të na shpëtoj nga ky vend qëndrim i gjatë, i rëndë, i vështirë. Ademi alayhis salam do të thotë: nuk jam për këtë çështje. Dhe do të përmend gabimin që bëri. Cili ishte gabimi? Hëngri nga pema që Allahu e ndaloi. Dhe do të ketë turp nga Zoti i tij për këtë gjë. Dhe do të thotë: shkoni tek Nuhu, i pari Rasul i dërguar nga Allahu i lartësuar. Ata do të shkojnë tek Nuhu dhe do t'i kërkojnë atë që i kërkuan Ademit alayhis salam. E Nuhu do të thotë: nuk jam për këtë çështje. Dhe do të përmend gabimin që bëri. Cili ishte gabimi i Nuhut alayhis salam? Që i kërkoi Allahut azza wa jall falje për djalin e tij. Dhe do të ketë turp nga Zoti për këtë, e do të thotë: shkoni tek Ibrahimi, të cilin Allahu e mori për mik
Khalil, të dashur, të ngushtë, ata do të shkojnë tek Ibrahimi, pra do t'i kërkojnë të njëjtën gjë, e ai do të thotë, nuk jam për këtë. Dhe do të përmend gabimin që bëri, dhe do të jetë turp nga Zoti për këtë, e do të thotë, shkoni tek Musaj, të cilit Allahu i foli drejt për drejt, wa kallama Allahu Musa taklima. E Allahu i foli Musait qartë. Dhe i dha Teuratin. Do të shkojnë tek Musai dhe ai do të thotë, nuk jam për këtë, dhe do të përmendë gabimin që bëri, dhe do të ketë turp nga Zoti për këtë, e do të thotë, shkoni tek Isai, shpirti dhe fjala e Allahut. Shpirti i Allahut, jo në kuptimin që është pjesë e Allahut. Kurse si, Allahu është i ndarë nga krijesat e tij. Por shpirti i krijuar nga Allahu Azza wa Jall. Dhe fjala e tij, fjala kun bëhu dhe u bë. Do të shkojnë te Isai, që është shpirti dhe fjala e Allahut, pra në mënyrën që është shpjeguar më parë. Dhe ai do të thotë, nuk jam për këtë, por shkoni tek Muhamedi, robi i Allahut, të cilit Allahu i ka falur mëkatet e kaluara dhe të ardhshme. Pastaj, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, ata do të vinë tek unë. Unë do të kërkoj leje për të hyrë tek Zoti im dhe do të më jepet leja. Kur ta shoh atë, pjesa e hadithit që ka lidhje me temën, cila është tema jon, shikimi i Allahut. Thot profeti alayhi salatu wasallam, kur ta shoh atë Allahun, pra do ta shoh, do të bie në sejdë dhe do të më lër aq sa do të doj që të jem në sejdë. Pra, me njëherë profeti alayhi salatu wasallam kur të shoh Zotin e tij të lartësuar, do të bjerë në sejdë. Dhe Allahu do ta lërë në sejdë. Pra nuk do t'i thot gjë. Ai sa Allahu ai vetë dëshiron. Dhe pastaj do të më thuhet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ngrije kokën tënde, thuaj, fol, do të dëgjohesh, kërko, do të jepet, ndërmjetëso, se ndërmjetësimi yt do të pranohet. Atëherë unë do të ngrej kokën, do të lavdëroj Zotin tim me lavdërime që ai vetë do t'i mësoj, do të mi mësoj dhe do të ndërmjetësoj me to. Pra lavdërime, madhërime me të cilat as profeti alayhi salatu wasallam si ka njohur më parë dhe nuk e ka madhëruar Zotin me to. Pse? Sepse është moment i veçantë, situatë veçantë. Prandaj meriton adhurimet veçanta, të pabëra më parë nga ndonjë prej krijesave, sepse dhe atë moment askush s'e ka përjetuar më parë nga krijesat. Dhe më të sakton, thot Allahu i lartësuar, një mas njerëzish, mas në kuptimin e imanit, që t'i nxjerr, thot, nga zjarri dhe t'i fusë në xhennet. Pra kush ka në zemrën e tij iman, sa elbi, apo sa grimca, apo sa korra e sinapit, si që vjen në hadithe. Pra, më të sakton një mas për t'i nxjerr, që kanë hyrë në zjarr xhenemit dhe më dërgon mua që t'i nxjerr ata nga xhenemi për t'i futur në xhennet. Dhe unë kthehem dhe bie në sejdë, pra e bën atë gjë profeti alayhi salatu wasalam. Pastaj kthehet prapë tek Zoti i tij dhe bie në sejdë, dhe Allahu e lë në sejdë ai sa të dëshiroj. Dhe pastaj më thot, ngrije kokën në Muhammed, thuaj se do të dëgjohesh, kërko se do të jepet, ndërmjetëso se do të pranohet, pra ndërmjetësimi yt. Atëherë unë do ta ngrej kokën dhe do ta lavdëroj Zotin tim me lavdërime që ai vetë do të mi mësoj. Që ai vetë do të mi mësoj këto lavdërime. Pastaj ndërmjetësoj dhe ai më cakton një grup njerëzish, pra mas imani, besimi të tyre, si shembull që përmendëm më parë, Sinapi, Elbi e tjerë.
Dhe unë i nxjerr ata nga zjarri dhe i fus në xhenet. Pastaj profeti alayhis salam tha, nuk e di nëse kjo ndodh në herën e tretë apo të katërt. Pra nuk e di, thot profeti alayhis salam, se do të ndodh 3 herë apo 4 herë një gjë e tillë, pra që do të bjerë në sejdë, të lavdëroj Allahun, do nxjerrë njerëz nga xhehenemi për në xhenet e tjerë. Pastaj them, o Zoti im, nuk ka mbetur në zjarr askush përveç atyre që i ka ndaluar Kur'ani. Do me thënë, atyre që është të bërë e obliguar për jetësia. Që i ka ndaluar Kur'ani në kuptimi që janë përshkruar dhe përmendur në Kur'an se të tillët me këto cilësi do të jenë përgjithmonë në zjarrin e xhenemit, siç janë mushrikët, idhujtarët, llojet e ndryshëm të pabesimtarëve, munafikët, me nifakun, hipokrizinë e madhe, syefajsinë që kanë në Islam. Të tillët do të mbesin përgjithmonë në xhenem. Dhe të tillët kanë mbetur, thot profeti alayhis salatu wassalam. Ky hadith vëllezër, hadith madhështor që tregon mëshirën e madhe të Allahut të lartësuar, i cili dërgon dhe urdhëron Muhammedin alayhis salatu wassalam që të nxjerrë njerëz nga zjarri i xhehenemit që kanë pasur iman në zemrat e tyre qoftë edhe pak. Kanë hyrë një farkohë këta njerëz në xhehenem, Allahu na ruaj. Kanë qëndruar disa prej tyre gjatë, shumë gjatë. Dhe xhehenemi nuk durohet as në masë më të vogël të periudhës kohore, të njësisë matëse të kohës, nuk durohet. Dhe gjithashtu tregon vlerën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam ndër të gjithë profetët e tjerë. Sepse Allah subhanahu wa taala vetëm profetit alayhi salatu wassalam ia dha të vlerë që të ndërmjetësoj këtë lloj ndërmjetësimi. Por gjithashtu tregon vëllezër vlerën dhe rolin e profetëve për njerëzimin. Këtu në dynja njerëzit, shumë prej tyre, i kanë hedhur pas krave mësimet e profetëve dhe këshillat e tyre. Dhe as nuk preokupohen, dhe as nuk kanë interesin më të vogël të njihen me profetët e Zotit. Kush janë ata? Cilat ishin mesazhet e tyre? Fare. Cila ishte rruga e tyre që ta ndjekin? Nga çfarë ndaluan dhe çfarë lejuan? Fare. Por në ditën e gjykimit do ta kuptojnë vlerën e tyre, prandaj do të shkojnë tek profetët. Prandaj do të shkojnë tek profetët. Prandaj njerëzimi nuk mund të ketë sukses nëse i largohet rrugës së profetëve. Dhe nuk mund të jetë në mirëqenie dhe në shpëtim nëse i largohet rrugës së tyre. Në këtë botë i harrojnë, por në botën tjetër shife si i kujtojnë. Nuk shkojnë tek të tjerët, nuk shkojnë tek udhëheqësit, tek filozofët, teoritë të cilëve i ndoqën, edhe i derdisën në kufër, në mohim të Allahut dhe në zjarrin e xhehenemit. Ja, tek profetët. Dhe thot, dhe pjesa që ka lidhje me hadithin, do ta shoh atë dhe do të bie në sejdë. Argument tjetër, gjithashtu thot autori, për cilën të hadith për cilën nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, edhe të tjerë dhe aty ndër të tjera profeti alayhis salatu më thot, kërkoj leje për tek Zoti im dhe kur e shoh atë bie në sejdë. Gjithashtu thotë për cilët nga Anas ibn Malik, i njëjti hadith se profeti alayhis salatu më ka thënë, unë shkoj te Zoti im, për këto janë transmetime, i cili është mbi fronin arshin e tij dhe bie në sejdë për të. Pra takohet me Allahun. Dhe të janë transmetime të sakta. Dhe thot më pas autori, Allahu mëshiroft, Ibn Qayyim, shitimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, Zotin e tij, pra që do të shoh Zotin e tij, është i sakt
dhe i pranuar, i besueshëm sipas dietarëve të hadithit dhe të sunetit. Pra dietarët e hadithit dhe të sunetit, në bazë të këtyre argumenteve nga fjalët e profetit alayhis salam, besojnë bindshëm, pa asnjë mëdyshje, se Allahu i lartësuar do të shihet në botën tjetër. Ndër të tjera, thot autori, për cilët nga Ammar bin Yasir, sahabi i profetit alayhis salam, i cili një herë kreu namazin dhe bëri atë të shkurtër, dhe ata që u falen me të e kritikuan për këtë, dhe ai çuditur pyeti, pse thot mos nuk e bëra rukun dhe sejdën e plot? Ata me fjalë të shpejt, ata i than, po. Atëherë ai u tha, pra prisin një ruku dhe sejdë më të gjatë, jo aq të shkurtër. Ndërkohë që ishte sejdë dhe ruku e rregullt, por e prisin më të gjatë. Atëherë ai u tha atyre, unë kam bërë një dua në këtë namaz, të cilën lutje e thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha, Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratik wa bi qudratik ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Jojni të dua sa e bukur është. Dua profetike. O Allah, me dijen tënde për të padukshmen dhe fuqinë tënde mbi krijesat, pra të lutë ty me këto cilësi, më jep jetë sa herë që ajo është më e mirë për mua, pra ma zjat jetën nëse është hajër për mua, kur është e mirë për mua, dhe ma sill vdekjen kur ajo është më e mirë për mua. Kërkoj frikën nga ty në fshehtësi dhe në dukje, në publik, pra si kur jam i vetmuar, por edhe kur jam në prezencë të njerëzve. Fjalën e vërtet në zemërim dhe kënaqësi, pra ta them të vërtetën, jo në varësi të gjendjeve, por gjithmonë, si pro meje, si kundra meje, si kur jam i zemëruar, si kur jam në komoditet, rahati. Maturin në varfëri dhe pasuri. E kjo është fjalë e përgjithshme që përfshin shumë aspekte. Shijen e shikimit të fytyrës tënde. Pra çfarë thot profeti alayhis salatu wasallam, çfarë i kërkon Zotit të tij? Për çfarë e lut? Shijen, ndjesin, përjetimin e shikimit të fytyrës tënde. Dhe ai është përjetimi më i bukur, sepse po sheh më të bukurën. Fytyrën e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe përmallimin, për takimin me ty, pra të jemi përmalluar të takohem me ty, pa ndonjë dhimbje, pa ndonjë shqetësim, pa ndonjë fitne që mund të gaboj. O Allah, na zbukuro me bukurinë e besimit dhe bëj që të jemi udhëzues për të tjerët dhe të udhëzuar. Hadithi e saktëson Sheikh Albani dhe të tjerë, Allahu i mëshiroft. Pra është hadith që tregon se profeti Allahu subhanahu wa taala do të shihet në botën tjetër. Gjithashtu sjell nga Tirmidhiu, autori, Allahu mëshiroft, se përcjell nga Abdullah ibn Amri ibn Haram, i cili kur u vra në luftën e Uhudit, ky është babai Xhabirit, Xhabir bin Abdillahit radhiyallahu ta'ala anhu. Gjojeni sa i bukur është ky hadith dhe çan nderimi bën Allahu robërve të tij të sinqert. Kur u vra në luftën e Uhudit, i tha
Xhabirit, pra profeti alayhis salam I tha Xhabirit, djalit të atij që u vra, a dëshiron të them se çfarë tha Allahu për babain tënd? Oh, subhanallah. Krijuesi ka thënë diçka për krijesën e tij. Çfarë nderimi. Allahu të thot diçka për ty. Nderim madhështor. A dëshironi, tha, të them se çfarë tha Allahu për babain tënd? Babai I tij u vra shahid në luftën e Uhudit. Xhabiri tha, po. Ai tha profeti alayhis salam, Allahu nuk I ka folur askujt përveç se nëpërmjet një perdeje, por babai tënd I foli drejt për drejt. Këtu kuptimi I askujt përveç atyre që I ka folur drejt për drejt, profeti Muhammed alayhis salatu wassalam, Musa e të tjerë. Një grup I vogël. Dhe I tha, o robi, kërkon nga unë dhe do ta jap. O robi, kërkon nga unë dhe do ta jap. Allahu akbar. Çfarë tha Abdullah ibn Amri ibn Haram? O Zoti im, shihni çfarë kërkesë, çfarë dëshire pati. Që nuk del vetëm nga një zemër në kulmin e devotshmërisë dhe të sinqeritetit me Zotin e saj. O Zoti im, më jep jetën përsëri, që të mund të vritem përsëri në rrugën tënde për herë të dytë. Të vritesh është shumë e mundimshme, dhimbje. Sidomos me armët e asaj kohe. Dhe çfarë kërkoi ky? Përsëri sakrificën më të madhe, flijimin më të madh që mund të bëj krijesa për krijuesin e saj. Ma jep përsëri jetën, më kthe përsëri në dynja që unë përsëri të vritem për ty. Allahu I lartësuar I thot, ajo që kërkove ka kaluar dhe ata nuk kthehen më, pra kush vdes, nuk kthehet më. Dhe zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin kuranor. Pra zbriti dhe shkak ishte një njeri I vdekur. Për ne, por I gjallë tek Allahu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dhe mos mendoni se ata që janë vrarë në rrugën e Allahut I janë të vdekur. Ata janë të gjallë tek Zoti I tyre duke u furnizuar, pra duke ngrënë nga ushqimet dhe pijet e xhenetit, edhe pse s'kan hyrë akoma në xhenet. Në atë mënyrë që do të hyjnë njerëzit pas ditës së gjykimit, pas gjykimit. Nderim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe hadithin sartëson Sheikh Albani dhe të tjerë. Gjithashtu për cilët nga Ammar ibn Ruwayba dhe ky nga babai I tij I cili ka thënë se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam pa hënën e plot dhe tha, ju do ta shihni Zotin tuaj të madhërisëm, siç e shihni këtë hënë. Nuk ka më qartë se kaq. Njeriu më I ditur për Zotin e tij, më I drejti, thot, ju do ta shihni Allahun. Prandaj çudime ata grupe të humbura që e mohojnë këtë gjë. Ndërkohë që nga goja profetit alayhis salatu wasallam shprehjet janë më së të qarta, të kuptueshme. Ju do ta shihni. Ju do ta shihni, thot. Allahun e lartësuar. Në një mënyrë aq të lehtë, aq të pamundimshme, siç e shihni këtë hënë. A mundohen njerëzit në tokë për të parë hënën? Ja, secili në vendin e vet aty ku është e sheh hënën. Del dritar në balkon e sheh hënën, ai për jashtë sheh hënën, ai në mal e sheh, ai në fushë e sheh. 2000 vet, 2 milion vet janë në një vend e shohin hënën.
Let. Pra shu do ta shihni dhe Allahun let, pa që nevoja të mundoheni. Prandaj tha, nëse mund të mos i humbni namazin, 2 namazet, atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Dhe para perëndimit të tij. Pra, bëhet fjalë për namazin e sabahut dhe namazin e ikindis. Cili është kuptimi? Kuptimi është t'i ruheni atyre shkaqeve, sebepeve që mund t'ju pengrojnë nga falja e këtyre namazeve ndërkohë, siç është gjumi për shembull, apo diçka tjetër. Dhe përcitën nga Hudhejfe ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata që kanë bërë mirë do të kenë el husna dhe ziyade, shtesë. El husna komentohet xheneti. Po shtesë, kjo më shumë se vetë xheneti, më e madhe, më e bukur, më madhështore se vetë xheneti, cila është? Thot, do të shohin fytyrën e Allahut të lartësuar. Argument më së i qartë për këtë çështje. Gjithashtu thot autori në renditjen e argumenteve në lidhje me këtë çështje, thot përcillet nga Abdullah ibn Amri ibn al-As, i cili i ka treguar një herë Marwan ibn al-Hakamit, që në atëherë ishte i pari Medines. Dhe i ka thënë, Allahu i ka krijuar melekët, engjëjt, në grupe të ndryshme, funksione të ndryshme për adhurimin e tij. Disa prej tyre qëndrojnë në këmbë, në rreshta, në safe, prej ditës që kur janë krijuar e deri në ditën e Kiametit. Kjo është detyra e tyre, ky është adhurimi i tyre. Rreshta. Këmbë, gati tu, me përpitmërinë më të madhe, në formë nderimi dhe madhërimi për Allahun. Disa janë në ruku me përulësi prej ditës që janë krijuar e deri në ditën e Kiametit. Rukuja më e gjatë të melek. Ruku, nuk lëvizin, nuk ndryshojnë pozicion. Madhërojnë Allahun me të qëndrim. Disa të tjerë janë në sejdë që nga krijimi i tyre deri në ditën e Kiametit. Sa i madh është Allahu. Qa ushtrie madhështore ka Allah, e qa adhuruesisht mëdhenj të përkushtuar ka Allahu i lartësuar. Dhe kur të vi dita e Kiametit dhe Allahu shfaqet atyre dhe ata shikojnë fytyrën e tij të lavdishme, thonë Subhanak, i lartësuar, i lavdëruar, i madhëruar qofsh. Ne nuk të kemi adhuruar si që të takon ty të adhurohesh. Ndërkohë që ata kanë kryer detyrën e tyre në mënyrën më të përpikt, më korrekte, në ruku që nga momenti i krijimit deri në Kiamet, në sejdë, në këmbë që nga momenti i krijimit deri në Kiamet. Por kur shohin fytyrën e nderuar, e bukur të Allahut të lartësuar, thonë, i madhëruar, i lavdëruar, i lartësuar, madhështori o Zoti ynë, së të kemi adhuruar si që të takon. Pra adhurimi jonë së është asgjë me atë që i jeti. Dhe gjithashtu sjell autori nga Fadale ibn Ubejd, një dua që e sartëson Sheikh Albani, se ka thënë, Allahume inni as'aluka rida ba'da al-qada wa barda al-aishi ba'da al-maut wa ladhata an-nadhari ila wajhika wa shawqa ila liqa'ik fi ghayri dara'in mudirra wala fitnatin mudilla. O Allah, unë të kërkoj të kënaqësinë pas kaderit, caktimit apo gjykimit tënd,
Freskinë e jetës pas vdekjes. Kuptimi me freskinë e jetës pas vdekjes, lehtësimin. Pra të jetë jeta pas vdekjes time e lehtë në varr, e lehtë në ringjallje, e lehtë për të hyrë në xhenet. Dhe tha më pas, kënaqësinë e shikimit të fytyrës tënde, siç ishte hadithi profetit i mëparshëm i profetit alayhis salam, dhe përmallimin për t'u takuar me ty, pa vuajtje, pa siklete që na dëmtojnë dhe pas prova që na humbin. Dhe sarson Sheikh Albani. Gjithashtu i fundit argument për sot, për cilët nga Ubada ibn Samit radiallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ju kam treguar për Dejjalin aq shumë sa që u frikësova se nuk do ta kuptoni. Cili është kuptimi u frikësova se nuk do ta kuptoni? Pra nga këshillat e shumta, fjalët e shumta, tregimet e shumta për të, kam frikë se mos harroni. Mos harroni. Me të vërtetë tha Mesihu Dejjal është një burr i shkurtër me këmbë të shtrembëra. Me këmbë të shtrembëra, i shkurtër, me florë të dendur dhe kaçurrela. Të dendur dhe kaçurrela. Njëri syti është si i fshirë, i shuar. Nuk është i dalë dhe as i futur brenda. Prandaj thënë, nëse ngatarroheni dhe keni dyshim se është apo jo Zoti, se ai çu do të pretendoj se është Zoti kur të vi Dejjali. Dijeni, tha profeti alayhis salatu wasallam, se Zoti juaj nuk është një sysh, nuk është i verbër. Pra, më e parta shenjë që mund ta dalloni Dejjalin, më e parta Dejjalin nga Zoti juaj, pra që mos keni dyshime, sepse fitnia e tij do të jetë shumë e madhe, Allahu na ruaj. Shumë e vështirë. Do njerëz shumë do të humbin. Atëherë dijeni se më e parta shenjë cilësi që ju ndihmon për ta dalluar është se Allahu është i përsosur. Nuk është i verbër. Sytë e tij nuk janë si ato të Dejjalit. Pra dijeni këtë gjë. Kjo ju mjafton. Dhe me të vërtet tha profeti alayhis salam, ju nuk do ta shihni Zotin tuaj derisa të vdisni. Është sa e bukur kjo. Derisa të vdisni, pra aq sa jeni në dynja nuk do ta shihni. Pas vdekjes do ta shihni. Nga nxjerrim të sepse profeti alayhis salam e kufizoi ndalimin e shikimit me qëndrimin të botë. Momenti që largohesh nga kjo botë dhe kalon botën tjetër, që është bota e fundit, do ta shihni Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe hadithin sartëson Sheikh Albani, por edhe të tjerë, Allahu i mëshiroft. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala na ruaj neve nga fitnet, na japi neve qëndrueshmëri në fe, na begatoj me begatin, mrekullin më të madhe që është shikimi në fytyrën e tij të nderuar, shikimi i fytyrës së tij të nderuar. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.